38 ditë pas arrestimit në zyrën e Bashkisë së Tiranës, Erion Velia ka vendosur të ndryshojë të komanduaron për drejtimin e kryeqytetit. Me këtë shkresë që mban datën 18 mars, ai nënshkruan që detyrën e kryetarit të bashkisë ja jep Sara Goxhait. Firma është dhënë nga qelia e burgut në Durrës, ku ndodhet prej datës 12 shkurt, kur GKK i vendosi masën e arrestit në burg. Po në të njëjtën shkresë, Velia shfuqizon urdhrin e datës 14 shkurt, kur detyrën ja komandoi Anuela Ristanit. Madje ajo u prezantua në detyrë në atë kohë edhe nga vetë kryeministri Edi Rama, që kërkoi vazhdimin e punës në bashki, pavarësisht arrestimit të Veliait. Do me thënë 146 milion euro. Megjithatë, ajo që bie në sy janë dy ndryshime në lidhje me komunikimin me median. Në komandimin e Ristanit nuk u bë e ditur firma e Veliait, ndërsa shkarkimi dhe zëvendësimi i saj u zbulua për gazetarët, edhe pse jo në mënyrë zyrtare. Megjithatë, ende nuk dihet se çfarë solli këtë ndryshim të Veliait, apo edhe nëse kemi të bëjmë me përplasje të grupimeve në institucionin e bashkisë, por Goxhaj konsiderohet si krah i afërt i Veliait. Nga ana tjetër, një ditë më parë në SPA kishte edhe sekretari i përgjithshëm i bashkisë, Albando Kushi, ku dha dëshmim për 3 orë gjysmë.